Në brigjet e lumit Kier pranë kodrave të bardhajve dhe afër varrezave të dëshmorëve, mbeturina dhe inertet janë kthyer në një problem serioz mjedisor. Disa i largojnë me fadron, të tjerët u vënë zjarrin për ditë me radhë, duke krijuar një situatë të papranueshme për banorët e zonës. Këto vjen e hedhin sikosh që farë vinë nga qyteti në fakt e hedhin do inerte do sanë i vinë hedhin andaj këtej gjikun i hedhin burr. Veç me kërë punë të vetë gjikush. Çka kemi thonë kuj? S'ke që e thë kuj botë. Në shqecime këne për çdo ditë. Se vinë tymlet e futen të në mërëndë dhe në futen. Ka i muje sa më borë. Ka i muje sa dhe nuk dinë me maru. Që digjen? Po, digjen në vjetimi tonë futet mërëndë. Marojnë fëmija për zotë, se hajde për një të majtë. Po, për fëmijët e shumë keq. Në këtë zonë banojnë rreth 100 familje të ardhura që nga viti 1991, nga Dukagjini, Shlaku, Puka, Tropoja, Mirdita dhe zonet e tjera malore. Ato kanë ngritur shpesh zërin pranë institucioneve shtetërore për të ndaluar hedhjen e mbreturinave dhe inerteve, por pa rezultat. Brigjet e Kierit që shtrihen mbi një sipërfaqe prej rreth 20 hektarësh mund të ishin shndërruar në një zonë të gjelbër dhe të pullzuar pranë qytetit të Shkodrës, por deri më sot askush nuk ka ndërmarrë ndonjë hap konkret pavarësisht premtimeve të dhëna ndër vite. Ajo që me të ishte një zonë pyjore e pasur, sot është zënë nga një dëlant fjedi pa ligjë, ndërkohë që institucionet shtetërore në Shkodër kanë zgjedhur të qëndrojnë të heshtur.